Atëherë për të sqaruar, janë 16 disiplina sportive të lojrave olimpike, nga të cilat skit alpine janë ato që janë le të themi të nivelit më të lartë, ashtu siç janë edhe ato të artistiket. Por skit alpine ka një vëmendje të madhe sepse këtu është dhe numri më i madh i sportistëve dhe garat janë më të forta. Sportistët tanë garojnë në disiplinat e skive alpine, ku përfshihet downhill, super G-a, giant slalom dhe slalom. Deni Xhepa nuk mundi do të garonte në downhill, por dje ka patur garimin e tij në Super G. Super G është niveli 2, le të themi, për nga rrezikshmëria në pistë, është një garë shpejtësie në mal dhe duhet kuptojmë që Tofane, pista ku zhvillohen në garat e këtyre lojrave olimpike është një nga më të vështirat në të gjithë kalendarin e Kupës së Botës. Deni dje bëri një paraqitje dinjitoze, vërtet ishte vendi 34, por garon për herë të parë në këtë pistë. Pra nuk e njeh as si pistë. Dhe për ne mendojmë që ka qenë një nga rezultatet më të mira. Mjafton që ju të kërkoni në internet dhe të shikoni që një vëmendje e jashtëzakonshme është kushtuar nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, nga ANOKU, të cilët e kanë vlerësuar paraqitjen e sportistëve tonë si një paraqitje shumë dinjitoze, duke qenë se ka qenë një nga deputuesit në këtë disiplinë. Deni do të garojë sërish, pra ai e ka sërish radhën, sepse do të garojë në datën 14 kur do të zhvillohet dhe giant slalom. Aty është një disiplinë më ndryshe, është një disiplinë të cilën ai e menaxhon më mirë, është më teknike dhe shpresojmë që aty të bëjë një paraqitje të mirë duke qenë brenda top 30-s dhe kjo do të ishte një vlerë shumë e madhe për ekipin tonë olimpik.